Ekzekutoi në krye të detyrës gjyqtari në apelit Astrid Kalaja, autori i papenduar para policisë. Autori vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja brenda gjykatës apelit në Tiranë nuk ka shprehur pendes në lidhje me ngjarjen. Gjatë marrjes në pyetje nga policia i ka qenë krejt i qetë dhe nuk ka shfaqur asnjë shenjë pendese. Në sallën numër 3 të gjykatës apelit në kryeqytet në orën 14 të kësaj të hëne nisi një seancë gjyqësore ku gjyqtari me mbi 30 vite eksperiencë Astrid Kalaja lexoi vendimin për një konflikt pronësie me gjobë për mbarimi, por solemniteti i gjykatës u thye nga të shtënat me armë zjarri. 2 plumba nga një pistolet u derdhën mbi gjyqtarin duke i marrë atë jetën. Elvis Shkambi, nipi i Gjon Shkambit, pal në proces me familjen Kurtaj, qëlloi mbi gjyqtarin dhe kundërshtarët e tij në proces, duke pretenduar për vendim të padrejtë. Siç ka dëshmuar sekretaria gjyqësore në momentin që gjyqtari ka rrëzuar kërkesën e palës padice, ndaj tij është qelluar me pistolet në kraharor. 30 vjeçari më pas është kthyer nga kundërshtarët e tij në proces. Elvis dhe Rakip Kurtaj duke hapur zjarr dhe në drejtim të tyre, të dy mbetën të plagosur dhe u përcollën me urgjencë drejt spitalit, ku ndodhen në gjendje të stabilizuar. Autori 30 vjeçar me armë në dorë ka dalë jashtë gjykatës, aty ku ndërhyn me njëherë forcat e rendit duke neutralizuar çarmatosur dhe vënë në pranga. Pas bluve, 30 vjeçari ka qëndruar i qetë dhe i papenduar, duke pranuar autorsinë e krimit të rënd me pretendimin se reagoi ndaj padrejtësisë së kryer. Sipas tij, familja e kishte trashëguar atë pronë, e cila në komunizëm u shtetëzua dhe bashkia u ka kaluar 10 familjeve. Por përgjegjësi për këtë krim të rënd nuk ishte vetëm personi që shkrepi armën. Hetimi ka nisur për organet shtetërore dhe private që ruajnë gjykatën dhe dështuan në kontrollin e Elvis Shkambit. Nga mediat mësohet se një oficer i rendit që ri në hyrje të gjykatës është ndaluar për dyshimet e shpërdorimit të detyrës, sepse ka dyshime se nuk ka ushtruar kontrollin në detektorin e vendosur në hyrje të gjykatës së apelit.